Mirë se erdhët emisionin i pavarur. Sot është mesi i janarit. Sot quheshe e hëna blu, dita më depresive e vipit. Ndërkohë që ne këtu në zjarë televizion jemi zjarë. Unë jam këtu në këtë anë të ekranit, ma tanë ne është kryeministri Edi Rama, jo shikoni që ndodhen në ambientin e zyrës kryeministrit Edi Rama të koruar me dorën e tij, dhe në krah të kryeministrit Edi Rama ndodhet krahu imediat i cili ndodhet në krahun e majtë zotit Edi Rama, Cristiano Xhanari. Një ndër punët e të cilit është dhe këtu bashkë me mua në këtë emision. Cristiano ç'kemi? Mirë, thot Cristiano. Okej. Cristiano njët një lajm të mirë. Dua një lajm të mirë, ta fillojmë këtë ditë më të dëshpërorë në vitit sipas statistikave. Loris Qose, fituesi i medaljes së artë në Neo Science Olimpiad në SBA. E zgjova këtë lajm sepse më thonë të drejtën gjithë të zi, hajdut, kriminal, mafia, vrasje, drog, kokain, Ramaduro, Durorama, një lajm i cili është anormal për realitetin shqiptar, por duhet ishte lajmi më normal, lajmi me cilin duhet të hapesh të mbyllesh e java në vend të puthjeve, fërkimeve që janë për televizione, me këtë djalin këtu. Me Loris Qose. Është krenari, do thot, po thonë po çlidhe ke ti me të. Hiç më fare. Nuk është as krenaria idiote që themi ne nganjëherë është nga ana ime, nga fshati im, nga lagja ime. Jo. Është një i ri në këtë vend që ka shterruar, kanë mbaruar të rinj, kanë ikur të rinj, që nuk kanë ç'bëjnë të rinj. Është një i ri i cili trurin e vet e ka vënë, por nuk e ka djegur me hashash, natyrisht me substanca të tjera. Jo. E ka djegur me matematikë dhe ka marrë medaljen e artë. Prandaj është krenari. Prandaj na vjen qef. Unë kam ose kam patur, sepse nuk kanë ikur po sipër, kam patur sa komshin që kishin ja dy zogj të vegjël në përshpit. Kur dëgjoja themrat e tyre që përplazeshin në dysheme, apo të zemra bam nga kënaqësia. Është vazhdim i jetës, është kënaqësia e jetës. Dhe kur sheh që fëmia i dikujt arrin këtë rezultat, po e zemra mal. Zoti ta bekofta të djalër, ti babe non që e ke, suksese dhe u bekof Zoti të gjithë ju shqiptarëve që edukoni fëmijë për së bari. Tani kthehemi në normalitet, se ky ishte lajm anormal. Apo më Cristiano? Normal është ky për Shqipërinë. Ja, normal është ky. Po do në ambasadën e Bashkëkohore, ngrim. Ne është një aparat që quhet Petromax. Petromax është një dritë elektrike që prodhohet me gjenerator të vogël. Prodhon dritë dhe shkon natën e përdorin për të kapur bretkoca. Bretkoca shkret në pijet kur shef dritë, edhe ti e kap shumë plaf trak, e kap lepujt me dritë. Kap dhe shqiptarët. Po e nxorë se e Bashkuar të Amerikës, ngrin shqiptarët. Ambasada e SBA, po the ambasada e SBA, ngrin të gjithë. Pezullohen vizat emigruese. Mos, thanë shqiptarët. Vijojnë procedurat për vizat turistike. Thanë shqiptarët. Pse? Se shqiptarët direkt sa lexohen lajmin, brenda fjalisë bën lidhjen. Emigruese, por ne shkojmë si turist, aty kapim, aty rregullojmë, ç'keti do bubrojmë. Ky është shqiptari, pragmatist i shkathët, mafios në kuptimin e mirë, se ne kemi mafiozë kemi për mburje. Prandaj themi ti, çfarë mafiozi je, do thotë sa i shkathët je, sa i zoti je. Dhe procedurë për viza turistike, po ne kemi si turist, aty ngelim, shkojmë në infirmieri, shkojmë me gruan shtatzan që të hiq pak barkun avion që mos kuptohet, lind me fëmijë shtetësinë amerikane, do ja dalim. Nëse si rrufene qell të pastër shpërtheu lajm. Ambasada SBA pezullohen vizat. E kapi ajo pjesë që do të sulmojë Edi Ramën. Ja tha, ja vun embargon, do ta marrin si Ramaduro, do të thonë si Maduro Ramën, i cili është Ramaduro. Edhe filloi propaganda. Do thonë po ty si ta do shpirti. Unë nuk ma do si Ramaduro, ma do ta marrin zvar, sa ta e morën me helikopter. Unë do Ramën ta marrin zvar. Nga kryeministria deri në kufi, po në Konispol, poshtë, në qafë botë, zvar. Mi për bardha është e bardhë, zezë është e zezë, pse? Se duke gënjur vetin, nga fus vetës, nuk nga fus Ramës, as opozitës. Vizat nuk u pezulluan për ne, nuk u pezulluan si sankcion. Vizat u pezulluan si një mas që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë për mbrojtur veten. Ne të shkretët i dim Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe politikën si në kooperativ. Do të thonë, je fis me kryetarën e kooperativës, e ke mirë me kryetarën e kooperativës, të ecin punët grur. Je hasë me të, e hëngre, ik nga kooperativa. Dhe ne themi, e kemi mirë ne me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Është do thotë mirë, është do thotë keq. Nuk ka lidhje. 75 vende, të cilat ata i kanë parë, se natyrisht i kontrollojnë vendet e tyre,
Kam parë shtetasit që emigrojnë atje abuzojnë. Atëre, nga këto vende, stop viza emigruese. Stop. Sepse këta vinde shfrytëzojnë boshtliqet tona. Kaq. Tjerë postale të shkollë të vinë për turizëm. Nuk ishte as pozitive as negative, ishte politika amerikane. Politika shqiptare që sërron dot pa këtë foto, e mori politika shqiptare, ma nxirë qik tjetër, del ky tani Babuçi. SBA nuk kam pezulluar vizat me Shqipërinë, thot. Kaq. Cila është e vërteta? E vërteta është një koncept shumë i gjerë dhe shumë e vështirë që ta kapësh gjithë vërtetën. Njeriu ka disa copa të vërtetë. Dhe çfarë bën? Në një të vërtetë që është një oqean, nëse ti mbush një pishin, ke krijuar një realitet me pishinën. Dhe ne krijojmë realitetin në Shqipëri, me të vërtetën. E vërteta e parë ishte ambasada pezullon vizat. E vërteta e parë, po ATSH, unë zgjedh nga ATSH-ja këto, bio. Pjesa e dytë e vërtetës është SBA nuk ka ndaluar vizat për Shqipërinë. Këtë besoj shkreti i cili lexon titullin shqiptari. E hap thot. Ambasada pezullon vizat. Mos. Shfleton pak më tutje thot, Rama, SBA nuk i ka ndaluar vizat për Shqipërinë. Pse? Sepse diplomacia në Shqipëri, për cilën i madhi Edi Rama, tha që Ministria e Jashtme është më blos se sa RTS-ja, të cilin do ta mbyll. E ky Ram për Ministrinë e Jashtme tha është blos. Fundit. Na duket sikur bëron vetëm Spiropali, sekretarja dhe roja. E drejtë. Por çështja e diplomacisë në gjithë botën është një çështje që nuk e di njeri. Populli nuk ka pse di diplomacisë, diplomacinë e bën shteti. Në Shqipëri vetëm shteti se di e bën populli. Dhe populli merret me këto gjëra. U ndalua, e mbështeti se mbështeti. Amerika, Kina, Venezuela, Shanghai, kjo të gjithë janë geopolitikanë në Shqipëri. Të gjithë. Specialist din sa raketa ka Irani, ku do t'i lëshoj, si i ka piketuar, po Izraeli si do përgjigjet, po ku do pozicionohet Shqipëria, po Siria, po Libani, si janë vendosur geopolitik, si çdo të bëj Kina, po prit një sekondë se është BRIC, të mund zëri monedh, e cila po merr naftën, shqiptarët geopolitikanët më të thekur, që afusin portës, kuptohet, mëngjes tregtar, shumica. Kur them shumica, 120% atyre që dalin në televizor. 120%. Se janë ata plus ata të cilët i furnizojnë me ChatGPT. Dhe në rastin konkret shqiptarët lexojnë geopolitik, pas kësaj gjë geopolitike ishte që Sali qëni, tha. Do të thënë, Saliu i thot Edvin qënit, se ka thënë Edvini dikur. Ti hoqi vizat. Dhe edhe për të bërë politik, po me popullin thot, jo, nuk i kanë hequr vizat. Tani populli ku është? Ku është populli do të tregoj një lajm tjetër, nga parlamenti ynë i nderuar i Shqipërisë. Kjo zonja këtu është deputete. Mua në fakt më vjen jashtëzakonisht rënd ta diskutoj sepse kam një lloj respekti për faktin që është doktoresh, për faktin që është një zonjë e moderuar dhe unë mendoj që zonjat kur janë brenda kuadrit grua s'ka pushtet absolut. Ka një pushtet mbi burrin që burri nuk e ka. Ka butësinë e gruas, ka inteligjencën e gruas, ka arsyen e gruas dhe ti mpihesh. Do të thonë, kur ke një grua autoritare jo burrnesh, se aty është kush e bën çiçi më larg, aty pastaj jam unë burr. Po kur gruaja thot, o zemër, po prita diskutojmë këtë gjë, ti tak ul armat dhe e dëgjon, e diskuton. Jo, disa herë kam dëgjuar këtë zonjën që më falni, kështu kam menduar, ja, i duhen politikës njerëz me arsye me logjik. Por kur një mjeke e një brezi që është një brez që besoj që i ka kaluar shumë më tepër vite në demokracisë sa në diktaturë, thot, përgjegjësi penale për ata që orkestrojnë lajme të reme, të më falësh o zonjë, po një laje sekretare partie kooperative do t'ishte shumë nderuar se sa ju. Po them ju, vetëm për faktin që e femër. Ose paraqitesh si e tillë se nuk kemi alternativë tjetër se kishte filluar vepronte ligji i barazisë gjinore. E në kuadër të këtij ligji, pikërisht për këtë arsye po them, një sekretare partie një kooperative bujqësore, një mielse e dalluar, ka shumë më tepër logjik dhe integritet se sa një deputete e një parlamenti pluralist, e cila shkon për te nenit agitacion propagandë. Përgjegjësi penale, pra, kam një qime këtu, përgjegjësi penale do të thotë, për ata që orkestrojnë lajme të rreme,
Nuk i bënte Enver Hoxha. Enver Hoxha ishte për agitacion, propagandë. Pra, nëse ti shaje pushtetit, ose ti nëse krijoje një frym negative që dëmtonte pushtetin në fusën burg, po jo se gënjeje. Në Shqipëri nuk ka patur burg për gënjeshtarët. Parlamenti pluralist i rilindjes propozon përgjegjësi penale. Burg për atë që gënjen. Në një shoqëri ku informacioni është i lirë, ku njeriu ka të drejtën të zgjedhë edhe gënjeshtra se i pëlqen. Për shembull, është një teori që më pëlqen shumë e tokës së sheshtë. Unë argëtohem shumë edhe kur lexoj për tokën e sheshtë, për këto prallat e tjera. Edhe po asnjëherë nuk e kam paragjykuar. Edhe pse unë jam i bindur në 4 Shqipërisë, në të gjitha drejtimet, që është një teori idiote në rrënjën e vet. Po ka njerëz të cilët për qef, ka njerëz për budallik, po edhe budalliku është hyn ke drejtat e njeriut. Për budallik ka dëshirë ta besojë atë gjë, dhe është shumë mirë. Tani imagjinoni sikur një përfaqësues i tokës së sheshtë, legjislaturën tjetër ikën kjo zonja dhe vjen ai ose ajo. Edhe thotë, përgjegjësi penale për ata që thon terremi, që toka është rrumbullakët. Dhe do të thonë marrë mirë. Si mendon ti, do themun rruzullit o kështu, a toka rrumbullakët? Ti, domethënë, do të çon në burg. Kuptoni ky nocioni të përgjegjësisë penale i njeriut i cili lind fajtor dhe duhet burgosur detyrimisht sepse njeriu është fajtor. Ka kinezi i shpreh, unë nuk pëlqen edhe kuadër të këtij ligji, xhanëm të barazisë gjinore, po kinezi thotë kur shkon në shtëpi rri e gruan. Po se ditë ti pse e di ajo. Edhe këtu futet shqiptari në burg. Po se ditë ti pse e di ai. Ja, kështu është puna e vërtetës së gënjeshtës. Dhe këtu kishte lindur për shkak një gjë tjetër. Ma nxjerr pak tjetrën? Ma nxjerr çik lajmin? Balla instrumenta që qytetarit të ndajnë vërtetën nga gënjeshtra. Do thoni u sinkron në një zë. Në një zë ishin, po balla kishte patur hall tjetër. Domethënë dikush kishte nxjerrë një lajm sikur një familjar i ballës ishte përzier në një hetim të lejene. Është një program investigativ italian. Edhe që kishte nxjerrë call centrat bla bla bla. Tash edhe balla kishte thonë që jo e vërteta ecën kështu, po gënjeshtra mbrin destinacion. Jo, m'fal, e vërteta mbrin destinacion. Në qoftë se ne shkojmë për të çuar në burg atë që gënjen, besoj që këta, me krye shefat e tyre, duhet dënojnë 4 breza burg, jo burgin përjetës, por 4 breza për gënjeshtrat që bëjnë, duke filluar nga fushata dhe pastaj gjatë gjithë historisë së tranzicionit apo të vazhdimit të pushtetit. Fillon gënjeshtat, gënjeshtrat, si quhet, gënjeshtrat. Fillojnë në fushatë zgjedhore, vazhdojnë parlament, vazhdojnë televizion, vazhdojnë kudo këta, se gënjeshtrat tona janë, edhe në qoftë se dikush, mua vjen shumë keq, faktikisht në qoftë se është shpifje, kjo për familjarën e deputetit nderuar, keq më vjen, siç më vjen keq edhe kur gënjejnë për mua. Po gënjeshtra e ka shoqëruar njerëzit, është një nga mekanizmat e socializimit të njerëzve. Njerëzit nuk thonë vetëm të vërtetën. Është një film shumë i bukur, bile kush e shpikur gënjeshtrën, është me një aktor shumë të njohur anglez, i cili shpik gënjeshtrën. Në thonjsa, pra, filmi është alegori, por në një shoqëri që funksionon, ku ekziston dhe ka ekzistuar gjithmonë gënjeshtra, nuk ka pse ofendohen këta që janë gënjeshtarët më të mëdhenj dhe në hierarkia generale të gënjeshtrës. Kështu që mos ta çoni në burg. Kjo është ideja. Pastaj pjesën tjetër kësmet. Se u zgjata shumë do vazhdojmë me Amerikën morti Kristiano. Amerikën mor biri, ec Amerika, shnek tavlan balla më përfundo. Bravo. Vendimi për vizat, Van Horn, siguria ekonomike, siguri kombëtare. Pik. Që do thotë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një shtet që punon me laps. Shtetet që kanë punuar me ideologji e kanë ngrënë, një prej cilëve shembull jemi ne. Edhe brezim. Ideologjia ta zhyt. Amerika ka punuar me laps. Kina me laps, jo me ideologji, ideologjia e ka përdorur për të shtypur masat, edhe për t'i futur në skllavëri, me laps ka pushtuar botën. Populli dashur, Kina popullore është i vetmi vend që ka një suficit buxhetor 1.2 trilion dollar. 1.2 trilion dollar janë ndoshta sa i bie? Trilion dollar, 1.000 miliard, 8 miliardë kemi ne, janë 1.000 vjet,
Jo 1.000 vjet, jo më pak i bie. Sa i bie më? Prit, shiko, po bëj thjesht 10 miliard, 1 trilion, jo më 100 e ca vjet buxheti i Shqipërisë. 100 e ca vjet buxheti, ka suficit buxhetor. Pra ka parë që s'ka ku i çon. Dhe me këto para, Kina ka bler Afrikën, Amerikën Latine, edhe ka shkuar Shtetet Bashkuara të Amerikës te dera me Meksikën, duke korruptuar me Krim, Kolumbin, Venezuelën, Kubën. Kjo është ideja. Dhe duke pastruar këtë lum nga dera shtëpisë, se tha Berisha të pastrojmë shtëpinë, po se arriti dot, kemi amerikanët që thotë vendimi për vizat është ekonomi dhe siguri kombëtare. Pra, Amerikanë e bën për sigurinë e vetë këtë gjë. Dhe nuk ka të bëjë as e do Ramën, as e urren Edi Ramën. As e do Shqipërinë, as e urren Shqipërinë. Jo, ka parë që emigrantët e 75 vendeve janë parazitë që thithin energjinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës, energjinë ekonomike. Duke thithur energjinë ekonomike, Amerika bie rritet Kina. Jo, do ta ndrojmë balancin thotë. Dhe prandaj janë hequr vizat, që ta kuptoni, që as mos gëzoni, as mos sidhroni. Se Amerika, në nëzirë që klajmi tjetër. Në nëzirë që për këtë argument të flasë, mos pikni. Rama publikon ftesën e Trump për bordin e paqes. Do të bëjë gjithë shka për të lartësuar emrin e vendit tonë. Edhe, ky tani vazhdon mashtrimi, atë që thot Taulant Balla, vazhdon mashtrimi. Sepse kjo ftesë ka shkuar gjysmës botës. Një pjesë as nuk e kanë thënë që ka ardhur ftesa. Se ç'është kjo ftesë? Tani po e nis aty ku e lash me Latifin. Edi Rama fushat ka thënë një gjë shumë të holl, kur thoshte për Lacivita Latifi, i cili ishte i çon lagjen. Lagjet tona ka pas gjithmonë Gonja, Tani, Et Qyrsi, Ben Hunda, që ishte më i madh, që ishte Sherraxhi, edhe kush i kishte mirë me këtë, i bënte presion tjerëve shokëve, se i thash filani se kam shok. Ose kalamajt e prezitiv, nuk e di ky gjenerata Z, po gjenerata jon, ku mblidheshim që ishim fëmijë të vegjël, po deri fillore. Thonim daja im është tankist, edhe gënjenim, daja im është mundës, që ideja mos u kryme mund se cilë daja që ty në mes, ty dhe babin. Dhe Shqipëria ka Latifin, ka Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe gjithë ideja është gjithë janë këtu, asnjë s'bën gjë, thotë e mbështet Amerika. Janë qenerat Amerikanët. O të ndroj, o të hongësha zemë, o sa të mirë janë Amerikanët. Ja, futi Ramës, ja hoqi vizat. Dhe Rama, këtë kontekst, e shfrytëzoi shumë bukur. Doli në fillim lajmi që Trumpi çon ftesën Ramës. Filloi e hëngri Karemin turma. Gënjë, filluan pastaj bënin edhe meme, shtonin emrin me dorë. Si mund t'i çojë Trumpi Ramës ftesë. Duke harruar, duke qenë dritë shkurtër, se nuk lexojmë për te titujve shumica e turmës, dhe kur them turmë, flas niveli ynë, që prodhojmë opinion, lëre ata poshtë. Po ne që e mbajmë veten kështu sikur dim, nuk lexojmë. Në vitet mandatën e parë, ne bëm një shaka, ishim Bogrades, ka qenë gjallë ndjes pasi miku im, i burr shumë sotni. Po ishte njeriu humore dhe tha, ore, dini tha që doli me titra takoj Trumpi, se dështash Jurikim, ku ke Kim Jong-un? Qeshëm ne. Mas 2 javësh, kur e takoj vërtet, ai na shifte ne mos kishim bërë një trup me televizionin. Pra, Trumpi takoj Kim Jong-un. Trumpi ka takuar këdo, se në politik, puna është kë i ofron. Unë kam lexuar atë letrën, që është një letër që ka shkuar të gjithëve njësoj. Por në rastin e Edi Ramës thuhet, shkëlqësisë së tij, Edi Rama, as Prime Minister of Albania, as do të thotë si kryeministri i Shqipërisë. Pra, po të drejtohem as vllau im, as shoku im, as byrazer, por kryeministri i Shqipërisë. Personi me të cilin Edi Rama ma nxirr çik tjetrën mbrapa, se do kthehemi këtu, Kristian, ma nxirr, urdhë. Fton Erdogan, që është president, ti bashkohet bordit të paqes për gazën si antar themelues. Çdo thotë, këtu nuk është kryeministri në Turqi, është presidenti, të cilin populli i ka dhënë gjithë të pushtet. Ktheu pak përpara tek ajo tjetra. Ashtu, Rama publikon ftesën që Trump, se natyrisht Trump nuk shkon dhe thotë kush është burri më i mirë ose shkencëtari më i madh shqiptar. Stafi i tij thotë,
kujt i ka dhënë populli atij vendi fuqinë dhe kush ka fuqi që atë popull ta marr pa bërllafe ta çojë në atë rrugë që ne duam, në Shqipëri është kryeministri. Dhe ai thotë, si kryeministër, nuk thotë si shoku i dhëndrit, si miku i Vučićit. Jo, thotë si kryeministri i Shqipërisë. Dhe ky shoku këtu e ka marrë dhe ka maksimalizuar, pra pasi e hodhi, duke ditur shumë mirë se si funksiononte PR-i, që e bën lumë, thamë, ja mëse se fton njëri Ramën, nxori letrën për të treguar që ftesën e ta do bëj gjithçka për të lartësuar emrin e vendit tonë. Domethënë me modesti, mua ma solli, po unë do nderoj Shqipërinë tani, s'kam çfarë bëj, ku ta çoj topin. Ja, kjo është mënyra se si në këtë vend të bekuar bëhet politik dhe bëhet me gjitha diplomaci. Në të gjithë botën diplomacia bëhet në për ministri të punëve të jashtme. Pik. Në Shqipëri bëhet në çdo kafene, në çdo televizion, në çdo zyrë, kudo. Në Shqipëri, nga ana tjetër, ka dalë dhe diplomacia nga ambasadat, nga këta që vinë, shkon ambasadorë Shtetit Bashkuar tek shkallët e PD-s do hani bar, shkon në për fabrikë pucësh e thotë atyre vazhdoni shumë mirë punoni, shkon në për stoj vite, në për manovra dhe mban fjalim ambasadori. Pra në Shqipëri ka marrë fund raporti mes diplomacisë si institucionit i kurshëm klasik, është bërë gjë rrugësh, është bërë gjë portalesh. Ma nxirr dhe tjetër, ma kalo atë Erdogani, ma nxirr atë tjetrën, të lutem. Tjetrën, ftesa e Trump për bordin në paqes konfirmon partneritetin strategjik Shqipëri-SBA. Ja ku kemi këtu, doli dhe ajka e diplomacisë shqiptare, për cilën kryeministri tha që më duket se vetëm kjo punon, tha, sekretarja vetë edhe roja. Pse ndodh kështu, do thonë ju. Po kur vjen Rama i mbushin gjithë bregët e fshihen. Dhe Rama nuk shef njeri përveç rojës i hap derën, kokë ulur dhe se shef. Sekretarës që gjen para dhomë dhe Spiropalit në herë kur e gjen. Vazhdon ministrja e jashtme. Ç'pun ka ministrja e jashtme me këtë, po gjithsesi ftesa e Trump për bordën konfirmon partneritetin strategjik Shqipëri-SBA. Dhe ky është konfirmim. Po i avizave, çfarë konfirmon? Çfarë konfirmon? Atëherë, që ta kuptoj populli i mirë shqiptar dhe jo Elisa, se Elisa nuk e kupton. Partneriteti Shqipëri-SBA është një gjë dhe ka të drejtë kur thotë strategjik, po kam përshtypjen që nuk ka kuptuar fjalën strategjik. Çdo thotë strategjik, do të thotë që rrugët tona janë bashk duke ruajtur secili të vetat. Pra ne s'bëjmë Amerikë, Amerika s'bëhet Shqipëri. Kuptohet ka ulje ngritje, por pa kaluar saqet, vijat e kuqe. Në rastin konkret, Donald Trump ka ngritur një bord. Në këtë bord ka thirrur atë që do të vi. Atë që do të vi. Dhe pastaj ky bord do ndërtoj, do të bëjë gjë. Unë kam dhe një pyetje tjetër se më lindi tani duke folur. More këtë e di Ramën. Ka rrezik ky e di pse e ka marrë. Tash, Kristiano e di pse e ka marrë Edin? Pyete Edin. Kam përshtypjen që kanë diskutuar, ore si ndërtohet Gaza. Po unë ndërtoj për kaq, i ka thonë një, dëgjoj këtu, i ka thonë Tony Blair. Do ti kampionin e betonit në botë? Hamër i ka thonë Trump, është një Edi Rama në Shqipëri. E ka bërë Shqipërinë më vlla, beton. Sillen Gaza, po nuk e betonizoi të gjithë Gazën, t'ia silli Izraelit te dera betonit, të më thërësh mua. Ndoshta për këtë kanë marrë. Përveç gallatës, bëjmë çik publicitet se po më ha dhe syri edhe kthehemi.